Ja dhe konki e mbushëm. Edhe do t'i fusim në furrë. Përshëndetje miq. Këtu po grim djathin për makarona. Është ai galvanino, i thon këtu në Itali, që është i mbuluar me qiri. Kjo pjesa do hequr. Edhe tani do ta grim të gjithë në rendet. Pas që kemi grirë të gjithë, do grir i vogël se do bërë përmbushjen e makaronave. Do ta shikoni se si do t'i mbush. Ja, djathin e kam grirë që të gjithë, e tani po ecë raguja. Raguja do të vi një çike thatë, jo shumë e ujshme. Edhe do t'i përzim bashkë. Sot një ditë shumë e lodhshme, kam dhe vajzat që si kanë mirë edhe. Ja dhe ragun me djathin e përzim. E provoni se del super. Tu da jedhim ato makarona përzim konchiglie, i thon këtu, ja. Themi formë midhje në Shqipëri. I lëm të zjejnë aty të jo shumë. Jo të jenë të buta, duhet të jenë pak të forta, se ato pastaj detyrimisht do të zjedhin në furrë pak. Tani shtrojmë salsën, që e kam përzirë bashkë me bashamelo. Unë e bëj kështu, na pëlqen më tepër se bëhet shumë e shishme raguja me bashamel bashkë. Tani fillojmë i mbushim, ja kështu. Dhe vazhdojmë mbushjen një nga një. Të mundoj një qikë se do t'i mbushësh një nga një. Unë nuk e kam meth të gjithë pakun, kam meth qereku, ato është më pak nga gjysma, se dy vajzat asë ngrën fare, se ajo madhja e ngi vetëm supë të bardhë, me pak djathë të grirë dhe asgjë tjetër, se ka qenë. Edhe kështu, ja ku i mbushëm, që si dalën. Mund t'i bësh dhe në version ndryshe, mund t'i mbushësh me djathë edhe me tono. Dalin fantastike dhe ashtuja. I kam bërë dhe me tono. Po na që isha bërë qikë ragu tepër dhe preferova që ta konsumoja, që e bëra dije. Duhe mbuluar mirë me bashamele dhe ragu. Tani do t'i jedhim dhe djathë të grirë, se djathë i grirë ka i jep shijen e vetë. Edhe ja ku janë gati përfundimi, tani do t'i fusim në furrë. Ja si ka nda nene o nene. Kush do le t'i bëj. Fëmijët e mi
I pëlqen jashtë mase, vetëm se më erdhi keq për gocat që nuk e nga asnjëra as tjetër. Tani e ndajmë për pjata, një nga një. I provoni, kush ka dëshirë. Është e du që them, po hajde. Duan qiko, po ja vlejnë. Kjo është pjata e burrit. Edhe jashtë gati. Duke të bërë mirë dreka, ciao amici miei, questi sono le conchiglie fatte con ragù, garbanino, besciamella, buonissime, fateli.